Kledi Kolliçi, eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kledi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, shumë interesante, dalja në dritë e fakteve se si Arabia Saudite e Emiratet e Bashkuara Arabe në fakt janë përfshirë në konfliktin në Iran, duke sulmuar edhe Iranin, por edhe proksit e tyre në Irak. Po, ka qenë në mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe ka pasur një lloj aleance edhe gati didaktike. Sovrani i Emirateve të Bashkuara Arabe ka qenë një farë tutori për sovranin e ri të Arabisë Saudite, qoftë në aspektet të ndryshme të organizimit apo drejtimit shtetit, qoftë në riarmatim, po qoftë edhe në këtë idenë e hapjes së Arabisë Saudite, duke pasur gati të njëjtin model zhvillimi ose perspektive sikurse kanë pas dhe Emiratet. Kjo sa për fillim. Elementi tjetër pastaj që është që të dy këto vende, ose më saktë të gjitha monarkitë e gjirit, duke filluar që nga Kuvajti, duke zbritur deri poshtë me përjashtim ndofta të Omanit, kanë 40 e ca vjet që e ndjejnë peshën edhe problemet që ka sjell Irani si vend, dhe duke pas parasysh edhe atë që ka ndodhur në Yemen më shumë. Jemeni ka qenë gjithmonë një pikë nxehtë në cilën Arabia Saudite është përballë me Egjiptin në vitet 50, është përballë me një regjim të mbështetur nga Bashkimi Sovjetik më vonë, po përballet tashmë me problemin e hudhve e kështu me radhë. Në këtë kontekst natyrisht që ka një marrëdhënie shumë të ngushtë, jo vetëm mes këtyre dy vendeve, por edhe një lloj aleance të fshehtë me Izraelin, dhe të mos harrojmë që e gjithë përpjekja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të arritur një lloj paqeje deri diku në lindjen e mesme ka pasur të bëjë edhe me përafrimin e disa nga monarkive të gjirit, natyrisht atyre që janë më të rëndësishme, përkatësisht Emiratet apo Arabinë Saudite, me Izraelin. Ka një lloj aksi Izrael, monarki të gjirit përkundrejt regjimeve ose proksit mbështetur nga Irani, që fillojnë me këtë harkun e madh që dikur shkonte, tashmë është thyer. Nga Irani kalonte në Irak dhe Siri, edhe më pas në Liban. Kundrejt këtij aksi, këto vende natyrisht që janë mobilizuar. Mund ta them me bindje që ky sulm, edhe pse ky sulm i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit deri diku i ka shërbyer edhe Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, pavarësisht se basti që është vënë ose llogaria nuk është bërë, nuk ka dalë ashtu siç duhet, sepse të paktën Emiratet e ndjejnë presionin e konfliktit, jo vetëm në rrafshin e tregtimit të hidrokarbureve, por edhe të modelit zhvillimit ekonomik, i cili është shumë i varur nga paqja, turizmi apo transferimi i individëve shumë pasur në Emirate, duke i bërë Emiratet një lloj parajse të vogël në tokë. Se Emiratet janë vendi më pak i varur në fakt nga ngushtica e Hormuzit. Ato kanë kanalet e transportit të naftës dhe është vendi më pak i prekur në fakt nga bllokimi. Është më pak i prekur, po për modelin ekonomik që kanë zgjedhur Emiratet e Bashkuara Arabe, janë shumë të varura nga stabiliteti. Pra, që Emiratet kenë atë lloj modeli zhvillimi ekonomik, duhet që stabiliteti të jetë i garantuar, sepse kjo është deviza të cilën Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë ofruar shumë individëve të pasur, të cilët janë transferuar atje, ose shumë investitorëve që punojnë në real estate, në pasuritë e patundshme, apo në shërbimet bankare e kështu me radhë. Kjo ka qenë pak a shumë skema, dhe në këtë luftë ky lloj modeli ekonomik deri diku vjet në diskutim. Të mos harrojmë që të njëjtin shembull ose të njëjtin strategji që nga ndjek Emiratet do ta ndjekë edhe Arabia Saudite. Dhe praktikisht lufta apo konflikti edhe këtë e vë në dyshim.